Energjetike e Kosovës gjatë këtij viti ka realizuar investimin më të madh në 40 vitet e fundit në sektorin e energjisë, duke modernizuar turbinën në bllokun BD dhe duke bërë investime të tjera në këtë bllok, të cilat kanë çuar drejt rritjes së kapacitetit të kësaj njësie për 35 megawatt. Kështu thënë gjatë vizitës që kryeministri në detyrë Albin Kurti, i shoqëruar nga ministrja në detyrë e ekonomisë Artan Rizvanolli, i bën termocentraleve Kosova A dhe B, teksa shtuan se po operohet me 5 njësi gjeneruese dhe se ka stabilitet të furnizimit me energji elektrike. Pam që termocentrali Kosova B me njësinë e vetë B1 gjeneron kapacitet prej 259 megawatt parafisisht, ndërkaq ai me B2 282 megawatt, të qëta turbinat punojnë me 3000 rrotëllime në minutë, për sigurën frekuencën 50 Hz të rrymës alternative, dhe kjo do të thotë që kemi stabilitet të funksionimit dhe energji të qëndrueshme. Do të thënë, jemi në një fazë kur ato kontratat e negociuara më herët po fillojnë të japin rezultatet e tyre dhe në vitin e ardhshëm pritet që i njëjti investim të bëhet edhe në njësinë B1 së bashku me vendosjen e filtrave që do ta ulin ndotjen ndjeshëm veç për qytetarët e Republikës, veçanërisht të Prishtinës, Kosovës e Kobiliqit. U fol edhe për investime e modernizim të Kekut. Kemi në vitin 2025 dhe në vitin 2027 projekte në gjerë i 500 milion euro për qytetarët e Kosovës të Kekut. Disa prej tyre janë përfunduar, në përgjithësi është përfunduar modernizimi i njësisë B2, në të jashtëm për të fillojë instalimi i elektrofikave në njësinë B1 dhe modernizimi të turbinës së saj. Kurti, i pyetur mbi paralajmërimet për protesta nga punëtorët e Kekut gjatë vitit të ardhshëm, të cilët po kërkojnë rritje të pagave, tha se nuk ka problem që nuk ka zgjidhje, duke sqaruar se ndërmarrjet publike kanë sistem të veçantë pagash dhe se ekzistojnë mekanizma institucional për adresimin e kërkesave të punëtorëve.